Në episodin e 5 të podcastit të kryeministrit Rama flasim, ai komentoi zhvillimet kryesore të javës, duke nisur nga rritja e pensioneve dhe rrogat minimale tek vendimi i gjykatës kushtetuese për Erion Veliajn. Rama e cilsoi si një vendim abuziv atë të gjykatës kushtetuese, duke thënë se Tirana nuk mund të jetë një trup pa kokë. Dhe shënimi i fundit i kësaj jave të shkurtër lidhet me vendimin e gjykatës kushtetuese për të rrëzuar dekretin e presidentit dhe faktikisht edhe vendimin e qeverisë për shkarkimin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Ka disa rrjedhime logjike nga ky vendim që unë dua t'i rinënvizoj pasi i kam shprehur edhe paraprakisht. Spari, siç duket, dhe nuk është hera e parë që duket për gjithë ata që duan ta shohin, unë nuk i pas kam kapur të tëra pushtetet. Së dyti, nëse Tirana nuk do të ketë zgjedhje deri në 2027, dhe kushtetuesja mendon se kryebashkiaku i Tiranës nuk mund të largohet përveç se me zgjedhje, atëherë këtu jemi përballë një disproporcioni të dyfisht. Dhe streti vjen logjikisht çdo njeri normal që nuk sheh tek qëndrimi i kushtetuesës një qëndrim të verbër kundër qeverisë por hapa në dëm të madh Tiranës, por sheh një qëndrim të vendosur parimor, nuk ka se si të mos pres që me të njëjtën parimësi, kur të gjykojë para burgimin e tij, kushtetuesja ta kthejë Erion Veliajn në detyrë për të vijuar procesin gjyqësor në gjendje të lira. Më duket se edhe kjo është gjëja më normale. Tani, e para dhe e dyta janë sigurta, e përsëris. Pika e tretë mbetet për tu parë, ndërkohë që unë dua të theksoj edhe diçka tjetër. Çfarë do është thënë, secili ka drejt të thotë çfarë doj, nuk ka thënë të vërtetën lidhur me arsyen e shkarkimit të kryetarit të Bashkisë nga qeveria, si rrjedhoi e vendimit të marrë nga Partia Socialiste në Këshillin Bashkiak. Sepse e vërteta është shumë e thjeshtë. Tirana duhet drejtuar. Tirana nuk mund të jetë një trup pa kokë. Kryeqyteti i